Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve 21 minuta. Bloku B1 i termocentralit Kosova B ka rënë nga sistemi në mëngjes sipas të dhënave të publikuara në rrjetin evropian të operatorëve të sistemeve të transmetimit për energji elektrike për prodhimin e energjisë në Evropë. Të dhënat e publikuara tregojnë se në mëngjes kanë qenë në funksion bloqet A3, A4 dhe A5, si dhe ai B2 për jo B1. Ky i fundit një ditë më parë kishte kapacitet prodhues prej mbi 200 MW shpëror. Rënja e tij ndodh në kohën kur autoritetet po kërkojnë kursim të energjisë dhe ka nisur me reduktime, për cilat kanë thënë se po ndodhin si pasojë e mbi ngarkesës. Në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, vendet e Kuintit u kanë bërë thirrje partive politike për formimin e një qeverie stabile. Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania dhe vendet e tjera presin që më 28 dhjetor Kosova të zhvillojë një proces zgjedhor të lirë, të ndershëm dhe demokratik. Ambasadori i karrierës Albert Prenkaj vlerëson se thirrjet e tilla janë sinjal se faktori ndërkombëtar po kërkon që sa më parë të rikthehet bashkëpunimi. Ambasador, seriosisht kanë bërë thirrje vendet e Kuintit, aleatet e Kosovës për një qeveri stabile, si nevojë që të bashkëpunojnë të ardhmen me Kosovën. Si i keni parë këto thirrje të vazhdueshme të faktorit ndërkombëtar? Po, thirrjet si thatë ju janë të vazhdueshme dhe janë me qëllim që Kosova sa më shpejt të rikthejë rrugën e bashkëpunimit dhe koordinimit me komunitetin ndërkombëtar, të cilën rrugë tashmë e sa vite qeveria e kaluar Kurti 2 dhe mbajtja e pushtetit për një periudhë. Dialogu strategjik me SHBA nuk mund të kthehet pa krijimin e institucioneve, si dhe pa përparim në procesin e dialogut me Serbinë, vlerëson profesori universitar i integrimeve evropiane Gazmend Çoraj. Sipas tij, dialogu strategjik është proces jetik për Kosovën. Shikoni, është lajm i mirë që ka zhvillim edhe në raport me dialogun në Kosovë-SHBA, do të thotë edhe në raportet me BE-n, edhe mund vjen keq që realisht Serbia është një prej faktorëve i cili na pengon në një farë forme në këto zhvillime, ose ky elementi në cilin ata kanë ndikim këto probleme që i kemi, por mendoj që është shumë rëndësi strategjike, gjeopolitike, sidomos të rrethana që ne ta mbajmë atë kursin e bashkëpunimit me SHBA-t në aspektin politik gjeostrategjik, ndërsa në aspektin financiar dhe ekonomik më shumë me BE-n dhe për shkak të agjendës evropiane. Plus duke ashtu edhe faktin që politika presidentit Trump din tjetë shumë dinamike, prandaj në këto rrethana mendoj që duhet jemi më të kujdesshëm dhe mendoj që duhet ta strukturojmë edhe qasjen tonë edhe ta bëjmë atë që ne i quajmë cost benefit, nganjëherë që ndoshta për disa gjëra të brendshme mos të humbim relacionet ose mos të dobësojmë relacionet me SHBA-t. Dialogu strategjik me SHBA-n e thash është politikisht i pazavendësueshëm, as BE, as institucionet apo vendet e tjera nuk mund ta zëvendësojnë, është jetik për Kosovën që të shkojnë mesazhet edhe te Serbia që Kosova ka një mbështetje politike edhe te vendet e tjera të regionit, prandaj por kusht është, siç e thash, krijimi i institucioneve të reja që dalin nga zgjedhjet. Besoj që do të ketë përparim të menjëhershëm në dialog, sepse të gjithë aktorët ndërkombëtar janë në pritje të krijimit të institucioneve. Institucionet i krijuara do të përfaqësojnë Kosovën në dialog dhe mandej normal që do të SHBA-t janë të interesuar me mbështet Kosovën, ajo është evidente, ka qenë gjithmonë dhe dojnë që një investim i tyre prej dekadash që të konkretizohet, dhe unë mendoj që në këto zhvillimet gjeopolitike viti që vjen duhet jetë të kurorëzohet me te kalim të sfida relacionet me Serbinë apo me atë që quajmë përparimi i dialogut, dhe normal që do të kemi progres jo vetëm në raportet me SHBA-t, por do të kemi progres edhe në raportin me BE-n, sepse e keni parë që Shqipëria është duke u promovu shumë në agjendën evropiane dhe ka qenë një momentum i mirë politik që edhe ne të pasojmë qoftë me finalizimin e marrëveshjes stabilizim asociimit, me
ndoshta kandidaturën dhe proceset e tjera. Dogana e Kosovës po përmbyll vitin duke qenë institucioni i parë për çdo ganim në Ballkanin Perëndimor. Dogana e Kosovës ka tejkaluar projeksionin për të hyrat vjetore, si dhe ka realizuar disa aksione të rëndësishme për luftimin e kontrabandimit. Sipas drejtorit të doganave Agron Lugaliu, deri në ditët e fundit të këtij viti do të arrijnë të mbledhin 1 miliard e 968 milion euro. Kjo shumë përbën 135 milion euro më shumë se sa viti paraprak dhe tejkalon projeksionin prej 70 milion euro. Dogana e Kosovës gjatë vitit 2025 ka mbledhur 1 miliard e 968 milion euro, tha drejtori i këtij institucioni, Agron Lugaliu. Ai tha se kjo shumë është 135 milion euro më shumë se sa në vitin 2024 dhe 75 milion euro më shumë se sa në projeksionet e bëra në fillim të vitit 2025. Ne vlerësojmë se janë disa faktorë kryesorë që kanë ndikuar në suksesin e të hyra, duke përfshirë rritjen ekonomike të gjithëbashme, mirë po ashtu edhe gatishmëria e bizneseve që të jenë të gatshëm me u përmbajt me ligjet sa i përket pagesës së tatimeve. Lugaliu foli edhe për bilancet tregtare gjatë vitit 2025, ku tha se Kosova ka eksportuar mallra në vlerë prej 929 milion euro. Kosova ka eksportuar më së shumti në Shqipëri me 157 milion euro, pasuar nga Maqedonia e Veriut me 136 milion euro. Ndërkaq, vlerësohet se Kosova ka importuar më së shumti mallra nga Gjermania në vitin 2025, plot 965 milion euro. Ai shtoi se dogana e Kosovës gjatë vitit 2025 ka pasur përmirësim të vazhdueshëm në luftimin e ekonomisë jo formale. Me që kjo në këtë vit arrin në vlerën 42 milion krahas 32 sa ka qenë vitin paraprak. Pjesë e konferencës ishte edhe ministri në detyrë i financave Hekuran Murati, i cili përgëzoi doganën e Kosovës për performancë pozitive, derisa tha se vendi po i afrohet shifrës rreth 1 miliard euro eksporte. E kjo i bjen që edhe ne projeksionet tona si Ministri e Financave do të me fillu edhe me i rikalibru, pra, me i përshtat me tempon e re të doganës. Po besoj edhe suksesi saj përket rritjes së eksporteve, pra paraqet një trend të theksuar dhe një dallim të theksuar këto 5 vitet e fundit në raport me 5 vitet tjera paraprake, pra tashmë jemi afruar shifrës prej 1 miliard euro. Produktet që më së shumti po eksporton Kosova janë mobiljet, produkte të ndryshme të plastikës, mineralet, xehet, pije dhe ushqime të ndryshme. Është ndërprerë seanca fillestare në gjykatën themelore në Prishtinë në rastin ku 2 vëllezërit, Dragisha e Jovan Vicentjević dhe Igor Dimović, akuzohen për sulme në kanalin e Iber Lepencit në barak të Zubin Potokut. Mbrojtësit e akuzuarit Jovan Vicentjević, avokati Nebojša Vlajić, ka kërkuar që prokurori Bekim Kodraliu të përjashtohet nga lënda. Avokati të akuzuarit për sulm terrorist dhe spionazh tha se prokurori special ka qenë i anshëm dhe nuk ka pranuar asnjë kërkesë të mbrojtjes gjatë procesit hetimor. Me këtë propozim u pajtua avokati Miloš Delević dhe ky kërkoi shtyrje të seancës së sotme. Kërkesa e mbrojtjes për përjashtim të prokurorit special Bekim Kodraliu ka bërë që të ndërpritet seanca e shqyrtimit fillestar për 3 të akuzuarit në rastin e sulmit në kanalin Iber Lepenc në barak të Zubin Potokut, e cila u mbajt sot në gjykatën themelore në Prishtinë. Mbrojtja e të akuzuarve, Dragisha e Jovan Vicentjević, kërkesën për përjashtim të prokurorit e paraqiti me arsyetimin se gjatë fazës hetimore nuk janë ndërmarrë veprime të plota për mbledhjen dhe administrimin e provave të propozuara nga mbrojtja. Vlajić kërkon përjashtimin e prokurorit Kodraliu nga ky rast. Dëshiroj të parashtroj kërkesë për përjashtim të prokurorit publik, Bekim Kodraliu. Nuk kanë kërkuar shumë herë përjashtimin e prokurorit në këto raste. Përjashtimin e prokurorit nuk e kanë kërkuar asnjëherë.
ndoshta punoj që 30 vite dhe ndjehen pa këndshëm. Prokurori publik mos të marrë këtë si personale. I pandehuri Jovan është arrestuar më 1 dhjetor 2024 dhe vetëm 6 ditë pas kësaj i kam parashtruar kërkesë për mbledhje të provave më 6 dhjetor. Ja kam parashtruar prokurorit publik, por ja kam parashtruar edhe gjyqtarit. Të dy provat ja kam rrëzuar të dyve. Mbrojtësi i Vicentjeviqit shtoi se mosveprimi i prokurorisë ka sjell humbjen e disa provave përgjithmonë. Në këtë mënyrë, prokurori publik e ka shkelur dispozitën e procedurës penale, e cila thotë se është i obliguar të vërtetoj faktet që shkojnë në dobi apo në dëm të pandehurit. Disa prova janë humbur përgjithmonë. Askush nuk është i obliguar të ruajë incizimet 1 vit, nëse dikush nuk ja urdhëron këtë. Për këtë ekzistojnë arsye të rëndësishme, të cilat nxisin dyshimin në paanshmërinë e prokurorit publik, sepse veprimi drejtanishëm nuk ka qenë i paanshëm. Në bazë të procedurës, dispozitat për përjashtimin e gjyqtarit zbatohen konform dhe për përjashtim të prokurorit. Me kërkesën e kolegut të tij u pajtua dhe mbrojtësi të akuzuarit Dragisha Vicentjević, avokati Miloš Delević, i cili tha se deri tani prokuroria nuk ka vepruar sipas kërkesave që ai ka parashtruar. Nažalost, moram da se pridružim. Më duhet i bashkangjitëm kolegut, pasi edhe unë më 11 dhjetor 2024 kam parashtruar kërkesën që të dëgjohen 4 dëshmitar. Kam kërkuar që të mblidhen video incezime nga kamerat e 2 objekteve, nga banka Kep në Zubin Potok dhe nga stacioni policor në Zubin Potok, 1 orë pas sulmit. Kërkesës për përjashtim të tij nga ky proces gjyqësor u përgjigj prokurori Bekim Kodraliu, i cili tha se sulmi terrorist ka qenë profesional dhe i koordinuar në mënyrë të përsosur. Kodraliu paraqiti 5 rastet kur mund të kërkohet përjashtimi i prokurorit, qoftë edhe lidhje interesi për të cilën tha se nuk ka. Unë i ndëgjova me vëmendje. Ja sam pažljivo slušao kërkesat e palës mbrojtëse. Stranke branioca. E di që ndoshta nuk ju pëlqen Znam da možda im se ne sviđa hetimi që unë kam zhvilluar në këtë rast, istraga koju sam ja vodio u ovom slučaju, por i njoftoj palët obaveštavam stranke që sulmi terrorist ka qenë sulm profesional da teroristički napad bio je profesionalan. dhe ka qenë i koordinuar në mënyrë të përsosur. Provat të cilat i ka propozuar Dokaze koje mbrojtja e të pandehurit Jovan Vicentjević, okrivljenoga Jovana unë Vicentjevića i kam analizuar i ja sam te dokaze dhe i ndëgjova analizirao dhe sot. i danas Më pas, gjyqtari i çështjes Vesel Ismaili deklaroi se me paraqitjen e kërkesës për përjashtim, ligji obligon ndërprerjen e çdo veprimi procedural deri në marrjen e vendimit përfundimtar. E paraqitjes së u kërkesës slučaju podnošenja zahteva për përjashtim qoftë gjyqtarit apo prokurorit, sudje i menjëherë duhet ndërpritet çdo odmah treba da se prekine veprim procedural prekine ova proceduralna në një çështje juridiko-penale u ovom pravno krivičnom pitanju derisa dok shërtohet se dhe razmatra merret vendim i donosi odluka lidhur me u kërkesën vezi sa e parashtruesit. Prokuroria Speciale e Kosovës më 9 dhjetor 2024 ka ngritur akt akuzë ndaj vëllezërve Dragisha e Jovan Vicentjević dhe ndaj Igor Dimović, të cilët ngarkohen për sulmin e 29 nëntorit të vitit 2024 në kanalin e Iber Lepencit në Varak të Zubin Potokut. Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave ka shënuar 1 vit me angazhim të shtuar duke realizuar dokumente strategjike për rritjen e gatishmërisë kombëtare ndaj fatkeqësive natyrore. Gjatë muajve më të ndjeshëm të verës janë përballur me mira intervenime, veçanërisht në zjarre, vërshime, aksidente rrugore dhe shërbime teknike përmes koordinimit të pandërprerë 24 orë me institucionet relevante. Drejtori ekzekutiv Gent Smeta i flet për arritjet, sfidat dhe reagimin ndaj emergjencave në vitin 2025, nga strategjitë e gatishmërisë kombëtare deri te koordinimi intenziv i intervenimeve në terren dhe përballja me situatat e zgjarreve, vërshimeve dhe aksidenteve. Një sër aktivitetesh të rëndësishme që kanë kontribuar në përmbushjen e objektivave tona dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të performancës. Në vijim do t'ju prezentojmë në mënyrë të përmbledhur pikat kryesore të aktiviteteve. Sa i përket dokumentacionit për rritjen e gatishmërisë kombëtare ndaj fatkeqësive natyrore janë realizuar këto: miratimi i programit të ushtrimeve dhe vlerësimi i gatishmërisë kombëtare,
hartimi i 5 kornizave kombëtare në fushat e parandalimit, mbrojtjes, zbutjes, reagimit dhe rimëkëmbjes. Hartimi i dokumentit të vlerësimit të rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera. Hartimi i 15 funksioneve mbështetëse sipas planit të reagimit kombëtar. Hartimi i planit të integritetit. Hartimi i planit të performancës. Gjithashtu zbatimi i planit të veprimit të strategjisë shtetërore për zvogëlimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera. Miratimi i projektit për themelimin e njësive të reja të kërkim shpëtimit. Policia e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që të festojnë festat e fundvitit me zemër, kujdes dhe përgjegjësi. Në një video mesazh, zëdhënësi i policisë Baki Kelani ka thënë se policia ka hartuar planet policore, por se kontribut të madh dhe të pamohueshëm në siguri dhe parandalim të incidenteve mund t'japin edhe qytetarët. Të dashur qytetarë, tani jemi në prag të festave të fundvitit. Në emër të policisë së Kosovës, ju urojmë festat e fundvitit me urimin që ju dhe familjet tuaja të gëzoni shëndet dhe mbarësi në jetë. Si çdo vit, edhe këtë vit pritet të organizohen manifestime të ndryshme, si në ambiente familjare, në ambiente të hapura, por edhe në sheshe e lokacione të mbyllura. Për të kaluar festat sa më qetë dhe pa incidente, Policia e Kosovës ka hartuar me kohë planet policore, të cilat parashohin masat dhe shtimin e prezencës policore. Mirë po, një kontribut të madh dhe të pamohueshëm në siguri dhe parandalim të incidenteve mund të jepni edhe ju qytetarë të dashur. Dhe këtë, më së miri mund ta bëni duke festuar në mënyrë të qetë e të drejtë, pa përdorim të mjeteve të rrezikshme e sidomos pa përdorimin e tyre nga fëmijët. Andaj, të festojmë dhe kontribuojmë së bashku që këto festa të kalojnë të qeta dhe pa incidente. Festoni me zemër, me kujdes dhe përgjegjësi. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.